Ndërsa afrohet muaji dhjetor dhe nisja e sezonit të 5 të Big Brother VIP Albania, po shtohen edhe emrat që qarkullojnë si konkurrent të mundshëm të këtij edicioni. Burimet të VIP Magazin bëjnë me dije se ndër pretendentët e parë janë dy figura të njohura të radio-televizionit shqiptar. Gjithashtu, edhe Ardit Hurataj, moderator i njohur i programeve të mëngjesit dhe i showbizit në RTS, është një ndër kandidatët potencial për të qenë pjesë e shtëpisë. Murataj ka moderuar disa formate televizive dhe së fundmi drejtonte emisionin e mëngjesit në bashkëprezantim me Krisa Çaushin. Nuk është era e parë që televizioni publik prodhon emra për Big Brother VIP. Edicioni i kaluar solli si konkurrente ish figurat e RTS-s, Krisa Çaushin, Gerta Xhiçarin dhe Valbona Mhillin, të gjitha të afirmuara më parë në ekranin publik. Pse ka kaq shumë largime nga RTS? Sipas analizave, ndryshimet e shpeshta të drejtuesve në RTS gjatë viteve të fundit kanë krijuar pasigurime stafit. Kjo situatë, sipas burimeve të brendshme, ka shtyrë shumë prej tyre të shohin Big Brother VIP si një mundësi për të fituar më shumë vëmendje, ekspozim publik dhe oferta të reja në tregun mediatik.